Edi Rama e ka vazhdu maskarallakin e vetë kur bëhet fjalë për kosovarët. Dhe më thonë, tash kosovarëve që dojnë më shku në aeroportin e Rinasit të Tiranës Nën Tereza, i duhet me i pagu edhe 2.5 euro shtesë në njërin drejtim. Do të thonë ata që shkojnë në rrugën e Kombit është fjala. Do të thotë kur shkojnë në aeroport, ja u ka qitë rampën, 2.5 euro më shku, 2.5 më ardhë, 5 euro edhe 5 anina 5 kënjena në tunelin e Kalimashit, do të thonë vetëm deri në Durrës rruga e Kombit kosovarëve ju kushton 15 euro. Unë mendoj që duhet të bojkotohet shkurja e kosovarëve në aeroport, le të shkoni përmes aeroportit të Prishtinës, nuk e keni asnjë pagesë, le të vinë edhe ata shqimis këtu. Tutojnë për aeroportit të Prishtinës, as ata nuk e kanë asnjë pagesë në për rrugë, edhe mbushën mend ashtu.